Meriton është Ramush Haradinaj. Qa keni me ba për qëto 34 ditash? Ares, për neve, ky vendim është i qartë për shkak se vullneti ynë ka qenë i tillë, arsyetimi ynë ligjor ka qenë i tillë. Ne kemi me ul tash me opozitën, me njëherë. Edhe kemi ju kërku këtyre, me nxjerrni kandidat. A jeni të gatshëm ju me të rek kandidatët? Shiqoni, A jeni të gatshëm me të rek kandidatët? Vetëm sa përfundoj. A jeni të gatshëm me të rek kandidatët të cilët i keni kandidu? Që me nxjerr. Alban. Po jemi në pozicionin e konsensualitetit këtu. Këtu du të ulë tavolinë, marrëveshja politike ekziston. Ka marrëveshje politike këtu se marrëveshje. Tërhiqeni kandidatët, ullën partit politike, bashkë me kryeministrin Kurti, e qesin një kandidat konsensual për mës me boj lojra kryeministri Kurti, edhe shumë lirë mujna me zgjedh neve nuk na duhet presidenti prej lëvizjes vetëvendosje. Me zgjedh, me marë komplet shtetin. Ne kemi garuar. Jeni të gatshëm të kërkoni konjunktës edhe mulhaxhës të tërhiqen nga kandidatura. Kjo sa po të ketë lëvizje nga dy partit opozitare më të mëdha, sepse me AK nuk mundesh me zgjedh se nuk mjaftojnë votat. Duhet edhe PDK-ja dhe LDK-ja. Sa po ata të kenë një pozicion të qartë, ne do t'i ju duhet me marrë hapin e parë. Ju duhet me marrë hapin e parë. Nuk e di a e ke përcjell situatën. Unë e kom përcjell shumë. A e ke po që kryeministri Kurti i ka lut edhe PDK-n edhe LDK-n. Me u tërheq kandidatët e lëvizjes vetëvendosje edhe mandej me vazhdu me procedura. Panuj sinqert njëherë në jetën tonë o Alban. Unë po ju them që kjo është shumë e rëndësishme, që pozicioni nga sot e tutje është që hajdeni ulemi ta gjejmë një kandidat që i merr në rundin e parë të 10 vota. Qa po thoni ju është PDK-ja dhe LDK-ja ta propozojnë kandidatin.